Vija e frontit të luftës në Ukrainë beti kryesisht e ngrirë në qershor, duke vijuar një trend afatgjat të vrullit të bllokuar rus, tregoi një analizë e agjencisë franceze të lajmeve AFP, e bazuar në të dhënat e Institutit për Studimin e Luftës. Të dhënat e qershorit treguan një fitim neto të Rusisë për 30 kilometra shkatror, të përqendruar në rajonin verilandor të Harkivit. Por këto fitime vinin kryesisht për shkak të inkursioneve të mëparshme ruse. Forcat ukrainase në anën tjetër fituan 11 kilometra katror tokë në rajonin jugor të Zaporizhjes dhe 18 kilometra katror në rajonin qendror të Dnipropetrovskut. Moska humbi rreth 403 kilometra katror tokë në prill dhe maj. Përparimi i Rusisë është ngadalësuar që nga fundi vitit 2025 i penguar nga efektiviteti në rritje i sulmeve me dron të Ukrainës. Prilli ishte muaji i parë në të cilin forcat ruse hoqën dorë nga më shumë terren se sa pushtuan për 2 vjet e gjysmë, dhe Ukraina i mbrojti këto fitime në maj. Forcat ruse kanë përparuar mesetarisht 15 kilometra katror tokë në muaj, deri më tani në vitin 2026, krahasuar me 405 kilometra katror në muaj në vitin 2025. Sipas Institutit për Studimin e Luftës, Moska ka aktualisht të pushtuar pak më shumë se 19% të Ukrainës. Kjo përfshin Krimen dhe pjesë të rajonit industrial të Donbasit, që ishte nën kontrollin rus ose të separatistëve pro-rus që para pushtimit të shkurtit 2022. Shumica e përparimeve të Rusisë u bën gjatë javëve të para të konfliktit.